Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdha. Ja, përshëndetje, jam Eva. Faleminderit erdha, urime Bajramin. Faleminderit, t'ju përgëzoj edhe juve, aspekcionit të radiologjisë, edhe krejt shikuese që na ndjekë. Faleminderit erdha, prej ka po telefonon? Po telefonoj prej Gjermanisë. Qysh është atmosfera e Bajramit në Gjermani? S'kit super, mirë. Qysh ke kalu në Ramazana, ke mujt me agjeru? Gjatë Ramazanit kërkon gjithë shka mirë, normalisht që kërkon pak sfiduse, për shkak se u do kështë zgjuarët, kemi pas obligime gjatë gjithë ditës, po shumë prej njëri dushme që me bëjt të në punë, dhe kemi qenë të angazhuar këtu me shkollë, po kemi fundja kemi dorë edhe besoj që ndihem sa do pak që jena në klubën, prap se prap kam na munguar rutina që e kemi pas gjatë tërë muajit. Erda, po dukesh e re në zë, edhe të përgëzoj për mundin që e ke bërë gjatë Ramazanit, pavarësisht angazhimeve të mëdha që i ke pas. S'po dëgjoj bashkë mirë? Po them të përgëzoj për krejt angazhimet që i ke bërë gjatë Ramazanit, për sakrifisat që i ke bërë. Po faleminderit shumë. Inshallah Zoti të shpërblen e ta shton motivin që gjithmonë për shkak se shpresoj shumë që të ka kontribu dhe të shërben që në mirëqenjen tënde në vijim. Shumë faleminderit për teja. Erda, je në shkollë apo në punë? A edhe në shkollë edhe në punë? Jam kështu dy aktivoj edhe në shkollë, edhe mas shkollës e bëjmë kështu një punë detyrë njoftë, jo ma shumë. Sa mirë. Sikur ta kishin edhe fëmijë të ri tonë, mundësi tilla. A jeni krejt familje besimtare, Erda? Po, jo bashkë kështu krejt, amo shumica po. Ani, elhamdulillah. Zoti të rujt, uroj gjithë Bajramin prej neve. Nëse ki edhe diçka tjetër që dënë me nda me neve, urdhëno? Urdhëno dhe njëherë? Nëse ki diçka me shtu, po thëmë? Jo, po që përshëndet, së më sa ma mirë. Përshëndesim edhe na ty shumë. Faleminderit, urime Bajrami për ty edhe për gjithë shqiptarët që janë në Gjermani. A keni të bë baklavë? Baklavë, po e kena bë. Ju boft mirë. Krejt. Gjithë mirat, faleminderit shumë. Sa kënaqësi me dëgju diasporën që na shikon. Edhe ma kënaqësi në dëgjoj se e re. E re, po. Dhe qysh... Edhe motiv, dhe më thonë shkollë, të punu, për shkak se na ka njëherë, ma herët ishim duke bisedu me Ganën, ka njëherë të i rujt fëmijët shumë për diso angazhimeve dhe përgjegjësive, nashta po e teprojmë për shkak se fëmijët realisht ka nevojë për me marrë përgjegjësi. Po bëhen demela. Po. Mandej kur po bëhen demela na pa ankohem, dhe më thonë na jenë gjithmonë vetë po krijojmë situata, mandej po jemi të pakënaqur me çato situata që ashtu vi bjen. Na po përgatitim situata, po kemi po mëson bashkë. Sa që në pesh lutja e nanës të çështja e fëmijëve, udhëzimit fëmijëve, e ime se najherë krejt mekanizmat binë. Domethënë të i bën krejt shkaqet për m'ia ofru shoqërisë një individ të shëndosh, dobishëm,